Juventusi ka marrë një rezultat të rëndësishëm, edhe pse bëhet fjalë vetëm për miqësore, pasi ka mundur një kundërshtar të fortë si Chelsea në duelin që ka zhvilluar në Hong Kong si pjesë e turneut veror aziatik. Sfida mes dy skuadrave që janë në mes të përgatitjeve për sezonin ka qenë e luftuar, ndërsa diferencën e ka bërë vetëm një gol i shënuar në pjesën e dytë nga Edon Zhegrova. Sulmuesi i Kosovës shënoi një gol spektakolar me të majtën pas një asisti me thembër të Yildiz, duke i dhënë suksesin 1-0 Juventusit. Kjo ishte fitoria e tretë radhazi në miqësore për Juventusin, pas atyre me Standard Liège dhe Nicën, ndërsa testet e radhës janë në Australi, ndaj Interit dhe Palermos. Berat Gjimshiti është shitur tek Al Diriyah në Arabinë Saudite. Klubi sapo është ngjitur në elitë, ndërsa ka paguar 3 milionë euro për transferimin. Al Diriyah ka arritur marrëveshjen verbale për të nënshkruar me Berat Gjimshiti nga Atalanta. Shifra e transferimit është 3 milionë euro, ndërsa kontrata e vlefshme deri në vitin 2028 për qendërmbrojtësin, siç konfirmojnë burimet në Arabinë Saudite. Shkruan Fabrizio Romano. Gjimshiti kishte edhe një vit të mbetur kontratë. Nga Atalanta largohet si legjendë ndërsa u transferua në janarin e vitit 2016. Kapiteni i kombëtares largohet me kujtimin e 334 ndeshjeve. Gjatë kësaj kohe shënoi 11 gola dhe asistoi 10 të tjerë. 33 vjeçari nuk qëndroi në ekipin e Mauricio Sarrit. Ky i fundit preferon mbrojtjen me 4 lojtar, e cila nuk i përshtatej plotësisht Gjimshitis. Për Gjimshitin bëhet eksperienca e parë jashtë Europës. Më parë ka luajtur në Zvicër dhe Itali. Genoa është mboshtur me rezultatin 10-1 në miqësore ndaj Bournemouth. Kështu u mbyll edhe faza përgatitore në Angli, ndërsa sfida me ekipin e Premier League solli 11 gola në total. Duhet saktësuar se sfida e rallë u luajt me 4 pjesë 30 minutëshe. Mario Mita ndërkohë e nisi titular në debutimin me ekipin e trajnerit De Rossi. Sfida në fjalë u luajt në stadiumin e Bournemouthit në Angli, por me dyert të mbyllura e pa tifoz apo kamera që e filmojnë, pasi do u shërbente dy ekipeve vetëm si testim të ndryshimeve që mund të bëjnë gjatë lojës. Kujtojmë se Mita ju huazua me opcion blerje në Serie A. Genoa ndërkohë duket se ka nevojë akoma për përforcime në sezonin e ri. Armando Broja shfaqet si opcion për West Ham. Bisedimet me Burnley kanë nisur, edhe pse është vetëm fillimi i tyre. Roshane Thomas, i cili është korespondenti i West Ham dhe punon për The Athletic, jep informacionin e detajuar. Oli Scarlls mund përfshihet në marrëveshje nga West Ham për të ulur koston nëse do të ketë transferim përfundimtar. Fakt është se West Ham ka shfaqur edhe më parë interes për sulmuesin e kombëtares. Gjatë kësaj kohe është përmendur edhe Lazio, ndërsa largimi nga Burnley duket i pashmangshëm. West Ham është një nga klubet historik të Anglisë. Në vitin 2023, ja doli të fitonte edhe Ligën e Konferencës. Edicioni i kaluar ishte një nga zhgënjimet më të mëdha. Kjo pasi ra nga kategoria dhe do të luajë në Championship. E ardhmja e Alan Shearrit te Cagliari vijon të jetë e paqartë, ndërsa emri i portierit kombëtares shqiptare vazhdon të qarkullojë në merkaton italiane. Sipas Il Secolo di Cianoves, Spezia po kërkon një portier të ri, pasi pista që qonte te Davide Merelli është komplikuar. Favoriti momentit mbetet Alessandro Mikai, i cili aktualisht është lojtar i lirë pas përfundimit të kontratës me Reggianën. Megjithatë, Spezia është gati të intensifikojë kontaktet për Alan Shearrin. Portieri shqiptar po zhvillon fazën përgatitore në Cagliarin, ndërsa drejtuesit e klubit sart pritet të marrin një vendim për të ardhmen e tij pas ndeshjeve miqësore të verës. Specia e vlerëson Shearrin si një profil me eksperiencë dhe cilësi, ndërsa interesimi për gardianin kuqezi mbetet aktiv në pritje të zhvillimeve të ditëve në vijim. Në rast se pista Mikai dështon, Alan Shearri pritet të jetë emri kryesor që synohet për të marrë vendin mes shtyllave të skuadrës ligure që militon në Serie A. Christian Aslani duhet të presë për të mësuar të ardhmen e tij, e cila padyshim do të jetë larg Interit. Zikaltrit nuk e marrin më në konsiderat si pjesë të tyre dhe po mundohen që t'i gjejnë një sistemim, por për momentin ende pa sukses. Ditët e fundit në Itali u bë e ditur se ai ishte ofruar Al Ittihad në Arabinë Saudite si pjesë e transferimit të mundshëm të Musa Diabit e Zikaltrit nga ekipi saudit, por duket se çdo gjë është mbyllur me një jo, pa filluar mirë, pasi Al Ittihad ka bërë lëvizje të tjera. Mediat ndërkombëtare raportojnë se klubi në fjalë ka gjetur akordin për transferimin për 19 milion euro të senegalezit Dion Lopi nga Almeria. Futbollisti në fjalë luan në të njëjtin pozicion si Aslani, e kështu është e qartë se klubi saudit nuk do të hedhë hapa të mëtejshëm përmes fushorin shqiptar, edhe për faktin se rregulloret e kampionatit kufizojnë numrin e të huajve në fush.
Ndaj Aslani mbetet në pritje për të mësuar të ardhmen e tij, me negociatat me klube të ndryshme që nuk kanë gjetur një fund të lumpur deri tani, edhe për çështje ekonomike, pasi lojtari ka një rrogë të lartë, apo edhe për kërkesën e rreth 10 milionë eurove nga Interi për kartonin e tij. Gjatë një interviste të dhënë për Sky Sport, Mërgim Vojvoda ka folur për javët e para të tij te Udinese. Ish lojtari i Komos ka treguar: "Kam ndier një besim të madh nga ana e klubit dhe kjo është shumë e rëndësishme për mua. Jam shumë i lumtur. Dua të provoj të bëj diçka të bukur dhe më të mirë se në të kaluarën." Runjaic: "Kemi biseduar. Ai është i kënaqur që më ka këtu." Vojvoda ka dhënë edhe një koment për Nicolo Zaniolon. "E dim që ka cilësi të mëdha, që mund ta ndihmoj skuadrën. Shpresoj që të kuptohemi mirë me njëri tjetrin." Skuadra e Hajduk Splitit ka humbur 2-1 ndaj Varaždin në ndeshjen e parë të sezonit të ri në elitën e futbollit kroat. Në këtë ndeshje, asist bëri mesfushori i kombëtares shqiptare Adrion Pajaziti. Pajaziti asistoi te goli i vetëm i shënuar nga Pukstas në minutën e 56. Në këtë ndeshje, minuta nuk pati për dy lojtarë tjerë shqiptar, si Bruti dhe Raci, që janë edhe ata pjesë e Hajdukut të Splitit, por e ndoqën ndeshjen nga stoli. Transferimi i Mirlin Daku te Spartaku i Moskës pritet të zyrtarizohet së shpejti, por sulmuesi shqiptar nga Kosova po përballet me një situatë të pakëndshme, ende pa e veshur fanellën e klubit rus. Shkak janë bërë disa tifoz ekstremist të Spartakut. Bëhet fjalë për tifo grupin Crazy North, që ka dalë publikisht kundër afrimit të tij, duke përdorur gjuhë fyese dhe mesazhe me përmbajtje të rëndë ndaj shqiptarëve. Në kanalin e tyre në Telegram, grupi Ultras shkroi: "Shprehim kundërshtimin ton të plot ndaj transferimit të mundshëm të Mirlin Dakut në klubin ton. Ne mbështesim popullin vëlla serb dhe qëndrimi ynë ndaj ustashëve, si dhe veçanërisht ndaj shqiptarëve dhe kosovarëve, mbetet i pandryshuar." Në anën tjetër, mesazhi në pankartë thuhet: "Fundërina shqiptare jashtë." Mbetet për t'u parë nëse këto reagime do të bëhen pengesë për transferimin e Dakut te Spartaku i Moskës, apo gjithçka do të finalizohet me sukses. Portieri shqiptar Simon Simoni zhgënjen në 2 ndeshjet e para në Superligën e Zvicrës. Skuadra e Luzernit pësoi sot humbje 3-0 ndaj Sionit në ndeshjen e raundit të dytë të kampionatit. Ai ka pësuar 6 gola në 2 ndeshje. Vlen të theksohet fakti se në duelin e sotëm ndaj Sionit, golin e parë e shënoi shqiptari i Kosovës, Donat Rudhani, në minutën e 9.